Arsyeja e vetme pse nuk duhet të hani bukën që ju shërbehet në restoran. Shumë postime janë publikuar kohët e fundit ku këshillohet kujdesi i madh që duhet të keni nëse konsumoni ushqimet e restorantit, si dhe disa specifika për të dalluar ushqimin si peshku. Këtë herë vjen me një paralajmërim për të pasur kujdes për bukën që ju vendosni në tryez, pra falas bashkë me ushqimin nëse jeni në një restorant me familjarët ose me miqt. Sipas disa anketave të bëra në Britani, në disa restorante popullore rezultatet lënë vërtet për të dëshiruar. Një pjesë e mirë e tyre bënin një hile me produktet më të lira të tryezës. Nuk është nevoja të shikoni kalorit, është më shumë çështje e sigurisë që ofron restoranti për bukën e freskët. Kështu, restorantet riciklojnë në bukën nga tryezat e tjera. Pothuajse të gjitha restorantet nuk duan që ta dinë këtë, por pothuajse të gjithë punonjësit e konfirmojnë. Buka që shumica e restoranteve në Britani shërbenin ishte buka e lënë nga persona të tjerë gjatë konsumit të ushqimit.